në këto kohra I fakton se është I aftë të bëjë gjithçka në shkelmim të interesit kombëtar të shqiptarëve. Veçanërisht në këtë kontekst, letra e hapur që firmosi së bashku me padronin e tij, Aleksandar Vučić, me të cilën shqiptarëve që u premtoi pasaportë europiane ju garanton pasaportën serbe, meriton ndëshkohet me të gjitha format si tradhtie lartë kombëtare. Data 12 është data e kryeministëve paqësor shqiptar, në të cilën ata do mblidhen para parlamentit për të kërkuar largimin e menjëhershëm të Edi Ramës. Kryeministja paqësore e qytetarëve shqiptar ka synim madhor shpëtimin e shqiptarëve nga ky regjim dhe rikthimin e votës së lirë tek ata. As një lubi, as 10 lubi nuk janë objektivat e kësaj kryengritje. Objektivi I saj është largimi I Edi Ramës me urgjencë nga pushteti. Një dhe vetëm një, dhe do t'jetë vetëm një. I pa negociueshëm. Edi Rama ka zero legjitimitet në pushtet. Ndaj dhe do të largohet. Kam bindje se qytetarët janë me të vendosur se kur në qëndrimet dhe vendimet e tyre. Data 12 është dita e tyre. Faleminderit. Për sa I përket gjuhës së tij, është gjuha që I shkon atij. Ajo është gjuhë e një njeriu që nuk ka asnjë normë morale, asnjë normë shoqërore, asnjë normë ligjore, është I kriminal, peng I krimit, I aftë të zbatojë. Por ai ka zbatuar dje porosinë direkte të Edi Ramës. Ne kemi të dhëna dhe do hetojmë se ajo porosi, se ajo çka tha Taulant Balla është bërë në përputhje me porosinë e Edi Ramës, I cili në urrëtitjen e një të smuri e papërmbajtur të një paranojaku fajson Albana Vokshin për ndërshkimet që po vinë njëra pas tjetër nga komuniteti ndërkombëtar dhe jo vetëm Albana Vokshin. Pra, është një reagim I Edi Ramës ndaj dëshkimeve të njëpasnjshme që ka marrë dhe do marrë nga komuniteti ndërkombëtar.